Kryetari i Komunës së Prizrenit, Sheqer Totaj, fton në protestën kundër përpjekjeve të qeverisë aktuale të Republikës së Kosovës për cënimin e buxheteve të komunave, centralizimin e kompetencave dhe marrjen e tërësishme të pronave, pasojat e të cilave prekin drejt për drejt shërbimet dhe interesat e qytetarëve. Të nderuar bashkëqytetarë të Prizrenit, komunat e Kosovës protestojnë në Prishtinë me datën 1 shtator. Arsyet pse protestojmë janë këto: tendenca e vazhdueshme e qeverisë për më na shkatërru buxhetin, centralizimi i shumë kompetencave, duke filluar nga inspeksionet, platforma për punësim e shumë të tjera, dhe së fundmi tendencat e qeverisë për të ndajmarrë të gjitha pronat komunale. Komunat do të shndroheshin vetëm në një organizatë jo qeveritare, pa kur çfarë kompetenca dhe pa kur çfarë mundësie për të zhvilluar. Prandaj, ne nuk do të lejojmë një gjatë të tillë. Ju ftoj që masovikisht të vini në Prishtinë me datën 1 shtator të protestojmë, të ndalojmë këto trende destruktive dhe të tregojmë se prezenca masovike jep mesazh të qartë për këtë tendencë destruktive të qeverisë së Kosovës. Miru takofshim me 1 shtator në ora 11 në sheshin në Prishtinë.